mbyll syt se je i përgjumur, makina jote ka ikur 22,22 metra përpara. Pra ke rënë humner. Kaq është historia e kësaj. Kjo prandaj kërkon gjendjen e tyre. Nuk pa folur këtu për gjendjen teknike të automobileve që është e mjeruar. E ritheksoj, gjendja teknike e automobileve është e mjeruar. Pse? Sepse njerëzit nuk u bën shërbime teknike të duhura. Kjo vjen pak më lart akoma, sepse Ministria e Infrastrukturës që ka dhe transportin e ka kot formalisht, në fakt, se kjo nuk funksionon. Pra që të bërë drejtorinë e përgjithshme të shërbimit transportit ta bësh SHA, nuk e di vetëm në Shqipëri ka ndodhur, nuk e di të ketë ndodhur në vend tjetër. Pra kjo është një nyje nevralgjike, sepse transporton njerëzit, fiton kohën, është shumë e rëndësishme. Pra kjo e kanë për SHA, kjo duhet të ta mbaj shteti dhe ta mbaj fort shteti, ta mbaj shumë fort shteti këtë, dhe të ketë mbasë të rrepta. Kjo kërkon dhe një drejtori në Ministrinë e Infrastrukturës. Pra si ka mundësi që këtu nuk ka një drejtori që dalin konkluzione, të bëjnë analizë, të bëjnë këto, dhe pastaj këto analizat këto ti reflektohet poshtë me akte të tjera normative. Pra duke dërguar shkresa, duke dërguar udhëzime, duke dërguar këto. Çfarë na ndodh ne? Ne kemi në dijenin time rreth një 50.000 cop automobila që janë që jepen me qera ditore. Pra, këta automobile që jepen me qera ditore, kush i mban në kontroll? Askush. Pra ne kemi një shërbim shumë të rëndësishëm, unë vlerësoj ata që merren me këtë për kontributin e tyre, por kjo kërkon një rregullim me ligj. Pra këto ka nevojë për një drejtues teknikisht si do drejtohen këto, si do të mbahet evidencat e tyre. Në fjalë, kërkon ca statistika. Po kjo vjen edhe si rezultat e një mungese të thellë analizës që bëjmë ne, që ne nuk e bëjmë. Jo që bëjmë ne, po që ne nuk e bëjmë.